Po pagat si do i rrisim ne më shumë? Na duhet të arrisim prodhimin e brendshëm apo jo? Na duhet të arrisim prodhimin e përgjithshëm kombëtar. E kemi rritur goxha. E kemi pasur më pak se 10 miliardë, kemi qenë 27, unë duhet ta çojmë 35 deri në fund të dekadës. E dini sa e impakton prodhimin e përgjithshëm ky investim? Llogariteni vetë, ne e kemi 27 miliardë. 4 miliardë është investimi. Dhe nuk është vetëm vlera që krijohet nga investimi vetë. Po janë gjithë ato që vinë mbrapa, 10.000 të punësuar, jo të punësuar tek Mihali i Porto Palermos. Doni turizmin e Mihalit? Se kam dëgjuar ca që thonë, mos i japim tuajve ne, le ta bëjmë vetë ata aty të aranxhohen vetë. Mihalin doni? Ha? Unë them jo. Se e kemi bërë zgjedhjen që të jemi aktor në një arenë ku si jemi vetëm. Ishim ne, vetëm ishim. E kishim të mbrojtur të gjithë Bregdetin, edhe nga vetja e kishim mbrojtur. Madje e kishim mbrojtur dhe detin deri në një distancë caktuar. Po bujqësinë si do ta mbështesim, si do ndihmojmë ne? E dini sa ushqim duhet për këto investime? Po ku do t'i marrin ata? Ndërkohë që shikoni powerholding.com është holdingu që ka kompaninë më të madhe të agro ushqimit dhe biznesit në lindjen e mesme. Dhe një nga pjesët e planit është stimulimi dhe lidhja e marrëdhënieve me fermerët për të dhënë ushqimin bio të Shqipërisë, se për të marrë ushqimin e Greqisë shkojnë në Greqi, ose në Itali, ose për të dhënë ushqimin bio të fermerëve tanë. E kuptoni se çfarë lloji fabrike ndërtohet atje për ekonominë tonë? Se nuk është vetëm do vinë ta marrin tuaj, çfarë do marrin tuaj? Kë do marrin detin? Jo, do ta pastrojnë. Laguna është në pikë të hallit, por nuk ju intereson ambientalistëve. Është në pikë të hallit. Do pastrohet. Prandaj po bëhet gjithë ajo punë me inxhinierë mjedisi. Do shtohen breza të tërë pemësh, rëre, ishuj të vegjël. Është diçka krejt tjetër. Lërini të mbarojnë punën. Pastaj gjykoni. Kështu jemi prapë, s'ka problem. Nëse s'do ju pëlqej projekti, shkoni edhe merrni me guna për mbitela. Gunat aty janë. Dhe në fund fare, dua të them që ne nuk mund ta lëmë këtë debat të bëhet një debat për një kompani private, hajvanësh të sigurisë